Tani do kaloj në një histori të tmerrshme. Do të kaloj te këto historitë të tradhtisë që burrat i falin, por ajo shndrohet edhe rikthehet në një normalitet. 3 herë e ka falur bashkëshorten e tij dhe dyshon sot që ajo mund ta tradhtoj për të 4-ën herë. Nuk e di nëse ky rrëfim thot do të shpëtoj dikë. Apo thjesht do të tregoj se si dashuria e gabuar mund të marrë frymën ditë pas dite. Por unë thot nuk kam më fuqi ta mbaj brenda atë që më ka djegur shpirtin për vite. Ky është zëri im, thot. Zëri i një burri që dashuroi, fali, u shkatrua dhe tani jeton me dyshimin që e gërryen si acit. Unë jam ai burri, thot, që e fali gruan 3 herë. 3 tradhti, 3 thika, 3 vdekje të shpirtit. Dhe sot, unë jam, thot, duke u përballur me frikën se gjithçka po përsëritet përsëri. Kur e njoha, ajo ishte si dritë e papritur në errësirën time. E butë, e qeshur, e ëmbël sa zbat. Nuk më kishte ndjer asnjëherë shpirti dikënd ashtu. Ajo më bënte që të ndjesha sikur mund të arrija çdo gjë në jetën time. Punonim të dy, bënim plane për të ardhmen, i mbaja duart për vite me radhë dhe nuk e kam haruar asnjëherë atë ndjenjën kur më shihte drejt në sy edhe më thoshte: "Ti je gjithçka për mua." Dhe unë e besoja verbërisht me të gjithë shpirtin tim. Një mbrëmje ajo ishte në kuzhinë duke bërë darkën. Telefonin e kishte lënë në divan dhe u ndes vetë, si zakonisht kur vjen një mesazh. Një zemër e kuqe, një emër mashkulli që në fakt unë nuk e njihja. Një fjali e shkurtër, sa po pres të shoh. Në atë moment zemra më shua, por unë nuk fola, nuk bërtita, nuk e pyeta. Vetëm ula në karige dhe e pash duke sjell një pjatë para meje sikur asnjë gjë të mos kishte ndodhur. Por sytë e saj nuk shikonin më si dikur. Ishte ai lloj shikimi që të tregon se një pjesë e shpirtit e zemrës së saj nuk është më me ty. Por mua nuk më linte më dyshimi, fillova që të dyshoj se çfarë po ndodh. Disa ditë më vonë, ajo nisi të dilte më shpesh me shoqet në thonjza. Nuk i pëlqente kur unë e pyesja, e bezdisja, më thoshte: "Mos u bën kaq kontrollues, më beso." E besova, derisa një natë u kthye vonë, shumë vonë. Parfumi i saj nuk ishte i saj. Flokët kishin aromën e tymit, edhe pse ajo nuk pinte duhan. Duart i dridheshin dhe unë vendosa që ta ballafaqoj. Në fillim gënjeu, pastaj u thye, pastaj shpërtheu në lot. Ishte gabim, vetëm një herë s'kam ndjenja për të lutem më fal. Fjalët e saj më çan. Por unë nuk doja që ta humbisja, nuk doja të pranoja se jeta ime ishte thyer, dhe unë e fala.
por falja nuk ishte shërimi, ishte vari i hapur që unë ja bëra vetes. Koha kaloi, unë u përpoqja që të haroja, ajo u përpoq që të më binte se ndryshoi. Deri ditën kur në makinën e saj, unë gjeta një gjurmë buskuqi në pasqyrën e pasme. Nuk ishte ngjyra e saj, nuk ishte as e shoqeve të saj. Zemra ime në këtë rast mu thye për të dytën herë. E prita derisa të vinte në shtëpi. Nuk ja ngrita zërin, vetëm ja tregova pasqyrën. Ajo u ngri, nuk foli për disa sekonda të gjata, pastaj filloi që të dridhej. Mos më keq kupto, thjesht e mora shoqe në punë, është e saj është. Por unë nuk e besoja më, nuk kisha më fuqi të gënjehesha. Më në fund e pranoj, por u takova përsëri me të. Por betohem s'dua ta humb familjen, kaq ishte për herë të fundit. E fala sërisht. Por zemra ime nuk ishte më e imja. Ajo e kishte thyer shumë keq. Por nuk ndaloj me aq. E treta ishte më e keqja. E treta ishte shkatërimi plot. Ajo filloi të dilte më shumë se kur, të rregullohej për orë të tëra. Të kthehej pa frym, pa mua dhe pa shpirt. Një natë kur ra në gjumë, telefoni i saj vibroi pa ndalim. Unë nuk doja që ta prekja më. Nuk doja t'i hyja privatësisë së saj. Por zemra ime rihte si çmendur, e mora dhe aty unë pash gjithçka. Fotografi, zëra, mesazhe intime, plane takimesh, fjalë që si ja kisha thënë, apo s'mi kishte thënë kur mua. Nuk e di si nuk rash për dhe, si nuk më iku fryma, si nuk u lërita. Ajo aty përballë meje duke fjetur pa e ditur se çfarë unë po lexoja. U zgjova, e pash drejt në sy, ajo su tromb, su pendua, su lut, vetëm më tha: nuk e di ç'më ka ndodhur, nuk e di çfarë dua më. Dhe unë ndjeva se nuk isha më buri i saj. Nuk isha më as zgjedhja e saj. Nuk isha as një gjë. E fala për herë të tretë. Jo nga dashuria, por nga humbja e vullnetit. Kisha frikën që të largohesha. Kisha frikën të jetoja vetëm. Tani jemi sërish bashk. Por jeta nuk është jetë. Nuk është as theshtje, është një ankth i pastër. Ajo është përsëri e ftohtë, përsëri e distancuar, përsëri me telefonin pas krahëve. Me ekran të mbyllur, me buzëqeshjen të fshehur, del çdo të shtunë me shoqet, kthehet vonë, me arsyetime të paqarta, me vështrimin e atyre që ruajnë një sekret të madh. Çdo natë bie të flej me fytyrën nga muri dhe unë e rizgjuar, duke dëgjuar frymën e saj.
dhe duke pyetur veten nëse ajo frymë është ende e imja apo e dikujt tjetër. Ndonjëherë kur ajo merr telefonin dhe largohet në dhomën tjetër, unë e ndjej të njëjtën therrje, të njëjtën djegje, të njëjtin tmerr. Nuk jam më i gjallë. Jam një trup që ecën, që punon, që qesh me të tjerët, por brenda meje jam bosh. Dhe sot unë e ndjej me një frikë të ftohtë deri në kockë. Se ajo është duke e bërë përsëri. Se tradhtia e katërt nuk është nëse do më ndodh, por kur do më ndodh. Nuk e di çfarë më pret, nuk e di a kam më fuqi ta fal. Nuk e di nëse do largohem apo do zhdukem brenda vetes. Por e di këtë. Tradhtia nuk të vret një herë. Ajo të vret çdo ditë, çdo minutë. Çdo herë, ajo që merr në telefonin dhe buzëqesh, çdo herë ajo që futet në banjë me derën e mbyllur. Çdo herë që ajo vishet më bukur dhe më thot po dal pak. Rrëfimi im është lutja ime, lutja e një buri që u coptua ngadalë, që besoi më shumë se duhej, që fali më shumë se duhej, që humbi veten duke dashur dikë që nuk e meritonte. Dhe ju që e dëgjoni këtë histori, dijeni se unë jam ende këtu, ende duke u përpjekur të marr frymë, ende duke i mbërthyer mes faljes edhe frikës. Dhe nuk ka dhimbje më të madhe se ajo e një njeriu që e pret tradhtin më shumë se sa ai që e pret dashurinë. Unë do të kisha thënë që ti, për të mos e pritur tradhtin, më mirë të ndahesh, më mirë si cili rrugët e veta se sa të vriteni çdo ditë.